Po do me thonë, pas ndeshjeve që i zhvilluan në Europë, ishin të gjitha ato ndeshje kualitative, do me thonë me ritëm të lartë. Filluam sezonin në një mënyrë sa më të mirë, tani kemi një ndeshje me rivalin direkt, besoj që do të konkurrojmë për titull dhe kupën e Maqedonisë, do me thonë. Mendoj se me një angazhim maksimal do t'ja dalim edhe këtë ndeshje të dalim me fitore, dhe shpresoj që të dalim ashtu do me thonë me rezultat pozitiv. Po për këtë ndeshje do me thonë i jemi misafir do me thonë në Shkup, shkojmë për rezultat pozitiv do me thonë, unë mund të premtoj nga të gjithë futbollistët se mund të japim maksimumin në teren dhe të marrim një rezultat pozitiv për ne.